Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq kudo që jeni duke na ndjekur në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Edhe këtë të martë jemi bashkë, gjithmonë duke u përpjekur të sjellim personalitetet të ndryshme nga komuna e Gjakovës, të cilët përgjatë rrugtimit të tyre profesionale dhe jetësor kanë punuar mjaftueshëm për të pasur mundësi të prezantojnë veten përmes këtij emisioni. Edhe mysafiri i sonte është një protagonist të cilin shumica prej jush e njihni si person që kontributin e tij të madh ka edhe në policinë e Kosovës, më saktësisht në policinë kufitare, por sot ne do të flasim për diçka tjetër. Do të flasim për kontributin e tij në art. Padyshim nuk do të harrojmë të flasim edhe për kontributin e tij në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Jetën, angazhimet, punën, sukseset, ato shkrimet e bukura të pashmangshme që kanë qenë në profesionin e tij, e gjithsesi edhe aktualitetin e sotëm. Faleminderit zoti Ismet Delia që pranua të bëni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve, ju përgëzoj për emisionin. Sonte jemi bashkë me u rikthyn kohë. Me na sjell shumë fragmente nga jeta juaj, për cilat ju vlerësoni se janë të rëndësishëm, ata njerëz që ju do t'i shfaqni sonte këtu, që kanë punuar që profili juaj shkollor, edukativ, arsimor, profesional të jetë ky që është sot. Me shumë kënaqësi. Vargjet janë ato që ju kanë shoqëruar shpesh. Edhe unë gjithmonë e njoh që penat e Dushkajës kanë njerëz që kanë krijuar vargje shumë të ndjera dhe të arrira. E këtë emision sonte do ta filloj me disa vargje të bukura, të cilat do t'i shkëputim pikërisht nga krijimtaria juaj. Cilat janë ato vargje që do ta nisim këtë emision? Pa kaluar te fotografitë. Nëse me lejoni, me kënaqësi, do të shkruaj disa vargje, do të thënë një poezi për kushtuar atë dheu tim. Natyrisht. Se spesho pak, të marrë syzat. Patjetër. Atë dheu im, i dashur im atë dhe, të ndjej se të kam në gjak. S'kam bera që sa e meriton, për ty kur s'është mjaft. E mryt me mbush me dashuri, të dua edhe në balë kur fle, ti njo plagët në trupin tënd, edhe dhimbjet që mban. I dashur im atë dhe, të dua dhe kështu si qje, në çdo plem toke je atë dhe, edhe shkurët atje në mal, i je floriri i vendit tim. I dashur im atë dhe, toke lasht buzqesh për ne, ti je dritë që në ngjall shpres, për ty atë dhe u derdh shumë gjak. Të këti jam i bekuar ditë e natë, në errësirë të shoh shkelqimin, me dhe ti me ofron gëzimin. O sa e bukur, faleminderit shumë, shumë vargje të bukura. A është gjithmonë atë dheu në vargjet tuaja? Shiqo, unë i shkruaj dashurisë për vendin, për atë dheun, sepse ky popull e meriton se ka vuajtur shumë. Andaj e ndjej si obligim të shkruaj të kaluarën, të dim ku jena, për të pasur vizion për të ardhmen. Faleminderit. Ndonë se emisioni është Një jetë në një orë dhe ne përgjatë këtyre 60 minutave do të përpiqem të sjellim në rikujtesë të shikuesve tanë gjithçka që ju vlerësoni se është e rëndësishme për ju. Pajtoni ta fillojmë me fotografinë e parë. Atëherë do ta kemi fotografinë e parë në ekran. Dhe si rëndom aty ku nis gjithçka, aty ku me të shikuar fotografit kthehet një emocion i veçantë. Dy fotografi të veçanta që janë shumë të rëndësishme për mua. E nënës dhe e babës, që nëse doni ja kam kushtuar edhe një poezi të shkurt, dy fotografi në mur. Nëse na premton koha muj me. Patjetër. Muj me shkurt. Po bën. Me që i përshkruaj përmes atyre vargjeve. Po, që shkurtimisht. Po. Dy fotografi, poezia titullohet Fotografi në mur.
Dy fotografi në mur e nënës dhe e babës janë poezi për mua me tiktaket e zemrës që rrahin për ju. Nga njëherë se kur dëgjoj zërin, fryma si me ndalet, por ju si jeni aty. Do ju kujtoj me mallë dashuri, gjerë në frymin e fundit. Çfarë je përpjekur të marrësh nga këta dy njerëz? Cilat kanë qenë ato virtytet e tyre të cilat ti ke dashur ti bartësh? Prind janë sikur atë dheu. Vërtet. Kush nuk i don prind, se don as atë dheu. Pajtohem. Kështu janë prind. Pajtohem, faleminderit. Ndan kujtime të bukura me këta? Sidomos me nënën. Me nënën kam qenë fort i lirë, se ajo ka qenë njeriu që më ka shty më ardhë këtu ku jam, falë sej, falë nënës. Të kuptonte në atë botën tuaj? Ama regionin nga Vijunin, nga Zhaberi është pak zonë e thellë, edhe ajo kohë ishte kohë vështirë, edhe tash në kopim apo ti në qyshe tek. Natyrisht. Po kjo ka qenë promotore që më ka shty mu, e ka dash fort shkollën, edhe pse me profesion am vise, po ka qenë shumë vizionare. Baba bujk, po edhe ky ka qenë shumë urtësi kam dëgju për ti. Kjo është e rëndësishme. Adi kam ato ndjenjat mira për ta. Thash, do t'i harroj gjërë në frymin e fundit. Gjithsesi. Kalojmë te fotografia tjetër, trofim ku do të na shpije fotografia e di. Edhe këtu, kjo është shumë interesant. Kjo para lufte. Para luftës. Çfarë po bëni afër atij traktori? Jena kon të përcjell dhallën për Zvicër. Kem kujtohet që çja çontën e katër. Do të thonë një moment kur shqiptarët detyroheshin të largoheshin. Shqo, mërgimi është një plagë që ende po vazhdon, kjo është shumë e dhimbshme, se edhe mu djalim ka shku, me gjithë njuse. E po të tregoj që në të kohë e ka pas një arsye migrimi, se po dihet që në kone një kopim. Tani nuk e ka asë një arsye me na ikë rinia. Kjo është e dhimbshme. Nuk na duhet liria pa rini. E vërtet. Mërziteshin prindrit ato kohë, se tash janë edhe rrjetet sociale, komunikimi është më i shpesht me mërgjimtarët. Po, tash pe kuptoj dhimbjen e nënës. Se kom përcjell djalin, bile kam një poezi shkruar birit tim. E tash kur kesh në Gjermani ja shkrua lotët e mërgjimtarit. Ato ala se kam përfundu, po një poezia kam shkruar në senader, po ja lexoj. Do të përpiqemi. Kalojmë te fotografia tjetër, sa shumë vuajnë këta prindër. Kjo gjyshja. Gjyshja. Sa fotografi e bukur. Jeni ju aty me gjyshën apo është dikush tjetër? Jo, është një çike dajs. Po kjo është fotografi shumë e vjetër. Është para viteve të 70-ta, 70, se di vitin sakt. Veç para vitit 70. Djali ka dek në aksident kësejna, kjo gjyshja ka dajet me kompjuterin. Po. E o kon mërzit shumë, nana, si dhe mos për një fotografi e kam dajes. Po. Çfarë kujton ti nga fëmiria juaj me gjyshën? Shumë një gjyshë fisnike. Fisnike. Bile e kam shkru edhe një poezi për... Sa mirë. Një poezi për fund, apo din, veç ta shkruj, ta lexoj. Se rëndom, një prej të mbesat kanë raporte shumë interesante me gjyshërit. Te daja titullohet poezia, dy loke shumë fisnike edhe kon edhe halla. Po. Me dashuri e përqafime që ndrojnë bukur në zemrën time. Sa bukur. E ke identifikuar simbolikën e fisnikrisë. Po, që kanë gratë shqiptare. Mban mend ndonjë këshill prej saj? Shumë, po kon shumë e dashme. Shqo këto nëna edhe loke të sukur këto generatat s'do t'i ketë kjo tokë shqiptare. Pse e thëmë? Shumë fisnike, kur si në ku. Vërtet. 5.000, 10.000, 12.000, 7.000 sa e në bo. Për që ta e ka posë edhe problem për që mu përballë edhe kundërshtari me ne. Kuptohet. Një për luft, një për gërbet, një për asi, edhe ajo është që nuk kanë mujtë me na shu si kom. Po, shka është mbi gjitha, e kanë rujt gjuhën e Shqipe. Gjuhën e nënës, sepse atë s'kem pas dhe i volë, s'kem pas saj 500 vjetë në kopim, e 200 masanej në konë dromu asimilu krejtë si kom. Kuptohet.
Unë i qmoj shumë. Edhe do duhet të bënin kështu të gjithë, sepse është një lidhje që gratë shqiptare janë identifikuar të fisnikrinë dhe elementin e grave burrore, si që i kanë quajtur kështu gjithmonë. Kalojmë te fotografia tjetër. Na doli një kohë e rinisë. Kjo është fotografia ime. Se shumica e ndjega, po do i kena rujt. Pse mendon se është e rëndësishme kjo për ju? Sepse e kam në një mesazh, thot, kur e pa ta rinin, nuk e pa ta lirin. Kjo është një mesazh për rinin. Kur e kreva shkollën e mesme, vend se të studioja, apo të hinë do një punë dikun, mu ka desht me ikë se më këshin shërbimi ushtarak. Për 3 vite rresht, unë s'kam guxuar me orën Gjakovë, 90-93. Dhe ku ke qëndruar këtë periudhë? Në katon atje. Në fshat, po. Fshat, ose të dajt denç një Blaniz, aty afër e kem, atje mas shkojshin, shkojshin se konë si zonë e lirë, edhe 3 vjetë kam betë kaçak në fërrasi, pa guxuar me orën Gjakovë. Një rini e mbyllur, a? Sigurisht, diçka ashtu. Atër mas 3 vjetë nuk na kërkoj kërkush. Po s'mujta mora s'pasosh as kur gjë, e pa të regjistru atër i shkollë në Olt. E nona më ka thonë, tha ka na i shkollë për të i shkollë smesme. Tha shka një shkollë lartë, thash se në Prishtinë pak problem. Po. Tha vazhdo loke se të vynë. Në vërtet në atë kohë, vazhdo loke se të vynë. Edhe pse sish po shpresa nuk vdiske kur, apo din, ishte edhe ideali se do të bëhet mirë. E vërtet. Edhe vazhdova, edhe kreva shkollën e lartë, atër mbyti mas lufte. Natyrisht. Ka një dhe me thonje shumë mirë. Shumë e bukur ajo fjalia që thoni ju. Kur e pata rinin se pata lirin. Kur e pata rinin, nuk e pata lirin. Kjo është një mesazh i fortë edhe për rinin tonë, tani për tani. E vërtet. Se është liria, mbi gjitha është liria. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër. Edhe kjo. Kjo është vllau mërgjimtar. 45 vite në Gërbet. 45 vite. Thoj ke nona, nuk pe njo djarin tem. Pse? Pse ka qenë Gërbet i vështirë atër. Ka një orë, u duke marrë në post, vetëm janë një zonë, me 2 orë me prind post, me janë një zonin. Plus me letra e vishin e zvishin, njëherë në 2 vjetë, vike kë. To baba edhe agja. Po flasë dikon vitet 82-ën, se në 79-ën ka migru. Vlau, 79-ën. Dhe gjithmonë ai që ka migru i ka ra edhe përgjësia për mu kujdes këtu për familjen ekonomikisht. Shqo, ky ka qenë promotori familjes. Promotori, në të gjithë kem punu. Po atë erdhe lufta o ndeze, krejt në qitin zero, shka punu për sa vjetë. Veç që ta tokë që s'ka mujtë më marë. Natyrisht, shtëpit edhe të gjitha. Kalojmë të edhe këta me siguri janë mërzit shumë, ose thjesht gëzimi bashk me mërzin ka qenë kur kanë ardhë këta prej Gërbetit, sa kanë qëndru 10 ditë 2 javë. Po sa të gëzushëm edhe të dhrushëm, kur kanë shku. E vërtet. Kur kanë shku. Kalojmë të fotografia tjetër. Të fotografi, shkollore. Po, to më kanë shpetu edhe do, se t'ja shumica e në. Po. Këtu po me njeni mu, që të, a? Jo, fare. Që të këtë nga të mësusit. S'po di që da ka në klasa 4, mos gaboj se ka shumë vite. Kjo është cikli lartë, kjo nelt. Po. Që unë jam që të nga të mësusit në krajnë e gjatër, a për me këmishë bardë. Me këmishë bardë. Po. Ku e ke kryj këtë? Në shkollën në Zhabel. Në Zhabel, atje. Po, kujton cili ishte portreti mësusit aso kohë? Qfar... Ama e kish respekt për mësusi. Po. Bëtëm një gjo për ta të regoj. Edhe na e përshëndesim, tash përshëndet mësusin zonësin, në të një kundër ta. Kur e përshëndetshim gjithherë dhe pislek të mësusin, a i me na këthi mësusi mirë dit atin, që i përshëndet, na me një javë dit u knashim me atë përshëndetit që murim nga mësusi. Po kry vetëm kryt e lujke, vetëm mësusi atë veç kryt e lujke, edhe na ishim knashëm, në regull. Po me vëmë ta këthi mësusi përshëndetjen, një javë dit knashësish. Që ke arrit me fol. Po, ashtë respekt edhe disiplin ka pas. Shumë e vërtet. Na duhet edhe në liri na duhet disiplina.
Se nuk ka jetë ajo pa pas disiplinë. Vërtet. Duhet disiplinë, rrugë, shpe, në punë, gjithandej, me respektu tjetrin. Kështu. Shumë e vërtet është kjo. Këtu lartë kemi gjenerat të shkollës mesme, po? Jo, shkollës, po cikli lartë, apo din? Cikli lartë, po. Po s'po di tash saksisht se ku, unë jam qaj që atje në elë, ati po shi që e kom qitë orën, kështë si kom ora, la ma ka pu 5 vitre. Me u prezentua, natyrisht. Po si thria, ati. Po, natyrisht e qarë. Se vërtet, ka qenë problem se nështë asë mësus s'kanë pas orë, apo din? Po, orën e ka... Edhe vërtet, ato familje që kanë pas mërgjimtar, kanë pas pak një standard më të mirë. Shumë s'kisha ble sahatës, kanë pas... Jo që kemë pas mundësia edhin shumë të asi, po si ka thonë kush prioritet me ble orë. Jo, se ka pas klashe tjera me... Qka kujton nga jeta shkollore? Shumë mirë, bre, okon dashnija, respekti, tana ato. Ku e more ti atë dëshiren për me shkru? Në këtë periudhë apo ma vonë? Shqo, unë në fillim kom pas dëshirë, kom pas atë zontin me shkru, po tash si ka dhonë edhe shumë prioritet në atë kohë, sidomos kujna konë na, e kupton. Si në zbulu talentet? Jo, po edhe nuk e në zbulu, edhe si kena dhonë shumë rëndësi. Bile kam një poezi për ati, po do të asi në jarë tjetër do të. Shufim të fotografia tjetër, ku do të nga shpije? Qa është kjo plak për kujtimore në Zhabel? Po, tu kanë qenë njësia speciale u që kësë. Është kjo shtëpia juaj? Jo, së shtëpia jonë, kjo është shtëpia e Koshrinit, një Arifit, Arif Delisë. Pse është e rëndësishme kjo fotografi për ty? Sepse kanë dhënë shumë kontribut në atë kohë. Djemë të ri, djemë të mirë, na kemë pas shpinë që të ngatë saj. Më dhënë keni dashër ta identifikoni fshatin Zhabel si një fshat? Po, fshati Zhabel për pos kësaj ka pas, tash fotografi në shkollës, ka qenë dhe kazermë ushtarake, ka qenë edhe spitali ushtarak, pa ato se kom gjithë që zarë është nuk e kanë thytë fëmija, kanë bas, po ditë ashtë sakt, po nuk e kom gjithë. Shohem film fotografin tjetër, mos rastësisht e kemi tash në vazhdimësi. Kjo vëllau, kjo është fija jeme. To e në gjurëm lufte. Shtëpia Djegur, po. 5 shtator, 98. Komplet edhe kjo kun adin tash. Po shijet, adis, po du me thonë se asi, që na ka kushtu një mund bukur të madhë me bo këta. Dhe u... Në të ko. Po edhe u djeg edhe 99 atërë. Po kështu mas pojë, kjo është lavë gjëvdeti. Ky që është në mërgim? Jo, ky që është invalid i luftës. Invalid i luftës. Po. Cila është e ndjesia me shtëpin e Djegur? As dokument, shqyqot ashti kur kreazuar me njerëz, apet molli është i da më shvirë që stojnë, po njerëz kanë ma shumë vlerë, apo din? Vërtet. Se pasëria, sa vite ke punu për shemë, të ka qitë zero. është shumë edhimshme. Po kur pështoj që njerëz, apo din, pak ma ndryshi. U letëse ke pak ajo. Ka qenë edhe pse zonë e thellë, ka qenë shumë në shënjestër të armikut? Që dushkoja si rajon, nështë pak e njini. Jo. është zonë e thellë, edhe thoi një farfjale edhe aty edhe ka liftu edhe vendi, sepse o konë vend strategjik. Kuptohet. është konë vend strategjik, apo më një thëmë qerë dhe UQK-s ka qenë dushkoja, sidomos dhe Jablanica, që aty o konë shtabi. Po. Kalojmë te fotografia tjetër, shofim, zoti Ismet, kriz apo rigrupimi i aleancave të djathta. Kjo është ekspedita policore në fshatin Zhabel. Kjo është gazet, Rinindja ka rujt a i dha në Zvicër. 95 me zgabofsha. Po? Të 2 shkurt 95. 95. Edhe e në ardhë atër një 10 milit sërbë. Po. Bashkë me një shqiptarë, nuk dua t'ja jep emrin për shkak që ai nuk jeton mesin tonë, se jo që nështë nuk e meriton mja thonë, por nuk po ja them për hirët asaj që nuk është mesin tonë. E në ardhën e kanë kontrolu 5 shpi në Zhabel, 95. Patriotizmi nuk fillon me 6 muje, me 7 muje luftë. Natyrisht.
këto ka bërthamen nga familja. E kanë kontrollue familjen tonë, familjen e Sufit, Arifit, Canës, Candelis, ka qenë edhe udhëheshi i LDK-s fshatit atë, edhe familjen e Misinit, Misin Hazirit. Kanë bastis, një arme kanë gjetë të shtëpia e Adem Delis, Canës, Ademi është tash dëshmor, edhe kanë marrë Canën edhe Gjevdetin, i kanë qunë stacion Gjakovës. Kur sa harroj, dy mjetët tranat me 10 policë. Plus në kërkova për tyne, për që ati shqiptarit, në 5 mëngjesit në patë shashtrisë. Kërkova, adin në jurnes për gjukata, adin sigur procedurës të shkot. Adin tha, bezi pështova për i këthetra të ti. Do në të merte me vete. Po, unë e li pa urnesë. Natyrisht. E kështu, adin. Dhe për pos bastisjes, përfundoj edhe me ndonjë raje apo diçka tjetër? Jo, s'pat, jo. Sepse këto bastisjes mund të ndodhin edhe me po kundërshtime. Po ishpak herët, 95-në, po din? 95-në, po. Po kish li fare dhe si, po jo. Do më thënë, edhe kjo është një dëshmi e kontributit të Zhabelit. Sigurisht. Shumë para periudës e luftës së fundit. Po këtu janë kontrollue 4 familje. 3 familje Delia dhe familja Haziri, Misinit. Mirë. E kanë marrë Gjevdetin, Damtem edhe Canën, i kanë marrë në stacion Gjakovës. Ata i paten shumë apo. Martetime kështu normal. Natyrisht, po. S'ke mujtë më shku në stacion policore, mos me i pas këto... Sidomos në atë ko. Në atë ko, e kuptueshme e qartë, se çfarë ka pasur mundësi të ndodhë aty. Pas kësaj fotoje, kalojmë të fotografia tjetër, shkolla fillore, Ferhat Binishi Zhabel, objekti vjetër 64. Çfarë të kujton kjo fotografi? Kjo fotografi, edhe pse kjo tash kjo objekt nuk ekziston më, ka qenë dashme në muze, sepse ka qenë edhe si kazerë mushtarake, ka shërby një kohë. Po tash nuk ekziston. Në 58, nëse s'gaboj, thëjke baba Rameti pas shpirti, ja kena qitë gurt këti objekti shkollor, në njërë aksionare, me ndërtu shkollën, me zhdukan alfabetizëm. Çfarë ambicje për shkollën? Në 58-ën. Edhe jo njëherë, po sa herë ka prasin, e kem qitë me maru qitë objekt. Aksionar, shkollë, me kije atërë ka qenë. Po, natyrisht. Me kije, me kërë Kush banorët e fshatit e morën këtë nisma, po? Jo, atëherë po shteti, ku shokon adin, atëherë edhe këta, thëjke na i kem qitë 58-ën gurt, atëherë ka maru... Natyrisht, po nisma ka qenë nga fshati, po. Jo vetëm na, po të gjithë. Ka qenë për me maru këtë objekt, me zhdukan alfabetizmin në ato rajonë. Llogarit e vitit 58. Thashtë 1964, nuk e di sa kur ka fillu. Kur ka fillu ndërtimin aty? Jo, ndërtimi dikun ka 58-9, thëjke baba, po kur ka fillu mësimin nuk kemi sigur, po sigurisht ka gjarë dhe jeta qërtu. Sa një mendësi e hapur edhe ato periuda. Po, në kom kry shkollën këtu, po ma vonë. Natyrisht, po. Dise pa diskutueshme kjo. Kalojmë te fotografia tjetër, edhe pajtohem me ty që objektet e vjetra duhet të ruhen, sepse ka një histori shumë të madhe. Duhet çdo objekt me mjet muze. Po. Unë më kone për Europë, kam marrat me eksploru muzeet e këto për shembull. Gjermania ka 25.000 kështjella. Më kone një kështjell aty. E ruan traditën, e ruan muzen, e ruan kulturën. Është një histori ati vendi. Sigurisht, jo me shkatru. Kjo ka rëndësishme. Ajo objekt ka qenë dashme me aty në muze, se ka shërby edhe në luftë. Plus pas ka qenë ky elementi tjetër i dytë, po. Mirë njohje për kontributin e dhënë në luftën e UÇK-s dhe mbrojtjen e vlerave të saj pas luftës. Vllavë kjo është. Po, Gjevdet Delia. Kjo është invalid i luftës. Edhe ka shkallën bukur gjërë, 50 të sa. Shemi njohi ja kanë donë që të... Cili është pozicioni invalidëve të luftës sot? Si e vlerësoni ju? Shoqëria jonë... edhe qashtë i knashme. Po, shoqëria jonë, sa arriti me i vu aty ku e merituan? Nuk është edhe qashtë... Invalidët, flasim vetëm për invalidët. Nuk është edhe qashtë i knashme, bëdim. E ka një rogë modest, po me qatë rogë, nuk i dalin edhe qashtë qase, veç më të konë që i ka të thmine i punojnë, bëdim. Natyrisht, po.
Po, mirë. Nuk është edhe qaq i kënaqshëm, po mirë. Mund të konë edhe më mirë. Po, mundet më mirë. Mundet më konë më mirë. Edhe unë do doja të ishte më mirë, gjithsesi për secilin prej. A dhe është obligim. Po. Gjithkush në atë formën e vet, gjithkush ka kontribuar në atë formën e vet, kush ka mujt. Po. Patjetër. Kalojmë te fotografia tjetër, pas këtij kujtimi të bukur. Jam unë në shkollën përvjetorin e dëshmorëve. Po. Ka shumë dëshmorë Zhabeli? Po ka. Ka dëshmore, ka martire. Bile në mars, 31 mars, natën 9, që është nështë ky rast pak masi, që është bombarduar nga ajri me forca serbe. Fshati Zhabel shkaki i spitalit ushtarak. Që ka ekzistu. Po, edhe ka pësu nona me 2 fëmijë. Familja Smojli. Tash po më kujtohet si histori, po. Shumë edhe më shumë. Ky është fotografi e përvjetorit. Fshatit Zhabel. Është një lloj përgjithësie kur dele dhe flet për dëshmorët në përvjetore. Shqo, mas shumë ti se më kanë inspiru me shkruajt janë dëshmorët. Adi pse i kom njoftë para lufte, i kom njoftë edhe në luftë, edhe më ka inspiru me shkru. Se të vdesësh për atë dhe është diçka e shenjtë. Lumt ata. Po mandej sa ne po e përcjellim ata. Aty. Atëherë aty s'ke vargje. Dhe aty ndal, a? Ja, kam vargje edhe aty. Sepse dhe aty qëndroj mirë, pastaj kjo pjesa tjetër është pak skeptike nëse po bëjmë atë që ata e meritojnë. Ikim te fotografia tjetër? Këtë foto kam, kjo është doja. Dha i nënës. Edhe ka qenë një daj shumë i mirë, edhe kam amanet me rujt kujtim këtë fotografi pej nane. Sepse ka bo aksident edhe të njëtën ka arë për Gjermania. Dhe më thënë aksidentali, që e tregove rastin më herët për gjyshen. Po. Edhe gjyshe ka thonë që nuk du me jetu më mas këti rasti. Nona ka qenë ajo që e ka ndalu, e ka mbajt gjallë. I ka japë forcë në një farë forme. Ama kësh jenë të rallë, do shkoja s'do të ketë kësi burri. Edhe atë dhëtari madhë. Qa kujton nga? Unë e pak e moj men. Se ke qenë i vogël. Po 8 vjeç që është. Po të pak të tjertë si ta kanë interpretu. Njerës që kanë folë për to, veç 50% mjafton. E për ata edhe e ruj këtë fotografi. E ruj si sytë. Edhe doja është person i shenjtë, ajo është. Kalojmë tutje? Nga historia në poezi, qa do të na thuash me këtë? Nga faktet në ndjenja, të dyja të bëhen bashk dhe formohet vargu. A është të vështirë? Nuk është edhe lehtë. Po. Përpos që unë kam prioritet punën, natyrisht. Se kjo plotëson anën shpirtërore. Besoj të kjo të plotëson më shumë. Kjo kur shkruaj një poezi më del bukur, asa i lumtur. Je i lumtur, po. Shumë. E dua poezinë sepse aty jam edhe unë. Dua t'i shkruaj këtij popullit të vuajtur. E kam për detyrë. Cilën zhanër të poezisë e pëlqen më shumë? Zakonisht lirike edhe epike, dashuri dhe ngjarje. Për të qenë shkurt, e du poezinë, e du. Kam qef me udhëtu me poezinë nga oqeanin, nga detin e oqeanit. E vërtet. Edhe kjo fotografi po flet shumë. Edhe sepse, qyre për, nëse nuk e një të kaluar e popullit tam, nuk je edhe, nuk po them patriot, se patriot është shumë fjalë e madhe. Idealist, në kuptimin pozitiv. Se idealistët i duan vendit edhe në paqe, për ta mbrojtur lirinë. A kemi ne sot idealist? Pakem se për mdogët nga ka sëndu leku, nga ka vërbu lakmia. E vlerat i kena harru. Kur ti njerive kupton vlerën, atëra ti është në rregull puna. Një ditë një kolege imja tha, unë nuk kam para, po jam shumë e lumtur. E po të lutem. Edhe e kundërshtuan disa. Këtë, në aspektin estetik letrar, si e kishe shpjegu? Edhe sepse, qyre për, nëse nuk e një të kaluar e popullit tam, nuk je edhe, nuk po them patriot, se patriot është shumë fjalë e madhe. Idealist, në kuptimin pozitiv. Se idealistët i duan vendit edhe në paqe, për ta mbrojtur lirinë.
Po gati si, adin, e njëjta punë si unë, apo din? Mu nuk mungon leku, po nuk më sundon leku. Nuk më sundon. Njërisht ata që i sundon. Nuk më sundon leku, Nuk më ka mungu leku, se punoj. Po, natyrisht. Punoj ditë edhe natë, zdarna, se punën e kam primare, thashtë, primare sa aty. Kjo ona tjetër e poezisë më plotson shpirtin. Kalojmë te fotografia tjetër. Çfarë na ke zgjedhur? Adem Delia. Kjo është dëshmor, këta kena pas komandant të luftës. Adem Delia. luftës. Ky ka ardhur për Zvicre për me liftu për vetë. Edhe kam që aty është nuk e di s'pe shoh bashkë mirë. Kur adheu thërret, mërgimi humb kuptimin. Sepse liria fillon aty ku njeriu pranon flijimin. Shumë fjale madhe. Shumë fjale madhe. Për ato që e kupton. E vërtet shumë, që nga fjali kuptim plot. Ta shtu garete, ky ka mujtë më ndajt në Zvicër për shumë. Në luksin e Zvicrës, realisht. Shka t'i bëjsh lavdi i qoftë. Cili ishte karakteri i këtij personi? Shumë i fort. Shumë i fort. Edhe paniken e urrejke shumë. Paniken. Komandantat e kanë për detyrë me i menaxhu këto situata. Vërtet të bëjke panike madha. Edhe nuk keshin faj, se e kem pas një kundërshtar shumë pa barabart. Shumë pa barabart. Na kem pas fat që na kon vendin tonë, duke mbrojt, kur konë se kem sulmu. Na jem një popull liridasht. Historikisht popull liridasht. Vërtet. Po t'ishim edhe mes veti është konë edhe ma mirë, edi? Nuk jemi, a? Nuk jemi si duhet. Jo edhe aq. Në luftë të bashku mirë, apo din? Mirë konë. Çka ndodhi që u larguam? Nuk e di pse u larguam. Ku qaluam? Po më duket na vërboj pak lakmia. Po. Na vërboj pak lakmia. E harrum një tjetrin, e harrum lufta e kaluara, nuk guxon mu harru, se është rrezik me na u përsëri. Vërtet. Të paktën jo më mor me to. Me kujtu ku kem qenë, ku jem, çfarë vizioni kem për të ardhmen. Vërtet. Këtu është. Vërtet. Është cilë. Faleminderit shumë, edhe sa shumë njerëz si ky hero ka pasur që kanë lënë mërgatën, kanë lënë kushtet atje, kanë lënë familjen. Plus edhe djalin e ka, se i ka humb, shumë i ri, Selimi. Edhe kam një poezi që kam shkruar në anë ati. Shumë gjatë e priti djalin, nipin të dera, gjersara mbe vdekja. Sa bukur. Ndërime uroj të bëjmë, jo vetëm nga kjo studio, po gjithmonë, se cili për nesh të nderojmë këto figura të cilët kanë kontribuar në rrethana ako të vështira. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim Ukshin Hoti. Vjetë kena qenë. Një tjetër intelektual. Njëri madh i kombit. Njëri madh. Edhe në librin e Agim Vinces, nëse shkurtimisht dhe vore thot, a muj me lexu? Patjetër. Nuk e kanë letër Ukshin Hotit, mars 98. Nuk e kanë të vështirë të burgosin. As të vrasin nuk e kanë të vështirë. Vështirë e kanë të lënë të lirë. Apshe sa bukur? 3 vargjet e tilla janë sa një libër voluminoz që i ka shkruar Agim Vinca. Librin e tij e kam. Librat tim kënaqin të Agim Vincës. Vërtet. Vjetë kena qenë të. Njerisht ky njeri flasim shkruajmë për të, por s'mjaftojnë ndoshta, duke e ditur kontributin e tij, historinë e tij. Unë mendoj që këta që merren me shkrime, po për ashtë vetën, e ndjen botën ndryshi, edhe nuk kanë dëshirë me po vendin kështu si është. E dojnë pak më ndryshi, e dojnë më bukur. Unë po flas për veti, nuk kam qef me po keq. Qytet du urbanizëm. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër? E këtë me qunin. Në Gërbet. Ka linë luft.
Cila është lidhja jote me të? Me fakt. Me emocionoj pak. Patjetër të gjithëve. E kam një varg që tu, nëse donë me lexu. Ose shkurt ka disa vargje. Biri tim, të linda në teatrin e luftës, të rrita për atë dhe, të glavroj gërbeti ardë. Në shpirtin plot dritë, jeta ime më ndryshoj, loti e dhimbja u ben bashk. E nesmër në heshtje nate, qyteti mu duk i zbrazd. Birë ditën që përcolla, mu duk se bota u përmbys. Heshtje o bori dhe qatia, gjdo skaj kërkon të zërin tanë. Dikur i shia lotët e nënës, sot i ndjej në shpirtin tim, gjyshja vdiq me lot në sy veç të shumë nusë ty. Pa me thuaj dardani pse botikin ndjen të ri, malkuar qoftë ky gërbet bashk me të edhe këto parti. Birë atje në mërgim djeli së rëzëm shqip. Shumë e vërtet. Falë. Jo, jam vetë në të njëjtin emocion, mos e ke merak. Po e ndjej edhe unë shumë mungesën e trive jashtë. Edhe sado që shpesh përpiqemi të themi ata po shkojnë për të mirën e tyre edhe ti shërbejmë asaj që mos tua vëm ndoshta pengesën, prap se prap gërbeti i ka ato vështërsitë e veta. Është një plagë që po lëndon. Kjo është edhe më shumë. Edhe po na Na dëmton. Na ikë edhe ajka, na ikë edhe ajka. To është. Shka me bo? Janë stabilizuar, është mirë atje? Jo, me gjithat mirat e lash. Po. Kesh vjet edhe si vjet. Po. Po, në të huaj. E vërtet. Edhe shka mboni përshtypje se kam shëtit me ta, ku shkova takova shqiptar. Po vërtet më të kënosh shpirti një shoqëri e shëndosh. As tautazha, as vonth në hunë, në vesh, këtu atin. Njerë që kanë shku me punu. Sigurisht edhe një ratë shumë e bukur. Një ratë shumë e bukur që dalloj këtë tjerit. Pa do është të bërë lokalist atikështë. Po kjo është realiteti. Kështu e perceptova. E është gjëna me na ikë. Është gjëna me na ikë rinia për këtujt. Duhet mi bo kushte. Mi plëcu kushte. Pa më varësisht se s'ka kry fakultet. Gjermoni nuk ta merë pa ta filtru. Nuk ta merë me të kalu me kriminale s'ta merë. E vërtet është. Asë një shtetë. Nuk ta merë. Pak, ade, shkolla ka rëndësi. Por nëse se ka një biografi të mirë, nuk ta merë. O kry më betë. Shumë e vërtet është kjo. Shumë e vërtet. Uroj më të mirat për këtë djalin tuaj edhe ta rrisat familjen edhe të gëzoni gjithmonë me të. Unë thash, me tanat mirat e lash, po ndajt e huaj. E di. E di. Edhe pse flas për ditë me ta. Po, për ditë flasim, po prap se prap. Tani pe kuptoj nonën teme. A di se është dhimbta pak më ndrysh. Unë e kam një shprehje së fundi, po them, gërbeti siç për mu. Në atë kuptimin, fëmiu më shku në gërbet, ishtë një farë njësie që po të kaplojken mëngjes, mramjen, mesditë, gjatë gjithë kohës, ti si ta përmend dikush emrin, mundesh me pas emocion. Unë isha me vllahun, me qëtë mërimtarin, si jam i shumë i lidhën, në Paris shku. Edhe ata shokët e mos që ka që Ismetin Paris, ne saj nasi, po flasë para do vjetër. Edhe po është bukën për qej Parisi, thash. Ma mirë balë të më shatin tim se kubzat në Paris. Shumë bukur. Kalojmë tutjet e fotografia tjetër. Kompleksi i trungjeve. Në Xhabel, ku mosha flet për rapin. Po. Vetë fjala mosha flet për rapin, ka një histori, ka një është fshat bukur i vjetër. Po. Tash ta janë trujtën, moment natyre, janë disa shekullorë, 4-5 vjetë. Po apo ruhen taman? Ruhen, ja ruhen, nuk e kena prek. Naja si thotë qka është,
Po. E hekin atin, se për mund më smitëm tu, por ruhen. Atin, kjo komentin në Zhabel, ko mosha flet për rapin, e ka një dhe më thani. Po, pa tjetër. Janë këtu afër varrezave, më sa Po, varrezat e fshatit. Po, varrezat e fshatit, po. Sepse keqbërësit e natyres janë kudo, edhe për ata Jo, këtu s'kam prek. Është shumë mirë, sepse mund t'jetë nga një zonë tjetër edhe të vijë dhe të bëj dëme. Jo, është rujt. Është ruajtur, po. është rujt, qështë peshe, pire vjetë këtë fotografi, unë e kom po. Po. Edhe merë mirë që e kanë vënu këtë plak. E kjo fjalia ka që bukur në Zhabel ku mosha flet për rapin, shumë fjali e bukur. Vetë fjala, mosha flet për rapin, e ka një kuptim. Se ka një moshë shekullore, natyrisht. Sa i bukur qenë ka ky Zhabeli? Si qof, unë e kam një asi poezi, se tash unë jetoj që disa vjetë, po nëse do të bëhem njëherë poet, për Zhabelin do të shkruaj. Në vështëriet me jetu 40 vjetë me haro. Natyrisht. Se kam parexu një shpreje, kush e harron vendlindjen si përket njerëzimit, nuk është shpreja jemi. Nuk e di a keni dëgju, kush e harroj vendlindjen nuk i përket njerëzimit. Pavarësisht. Kudo që t'jesh vendlindjen duhet. Unë thash, barta në fshatin tim mu do këse më mirë se kupzat në Paris. E në llogarit e Parisi, Po, shumë e bukur ishte ajo fjali. Kthehemi te fotografia tjetër. Kjo është fotografi i huazuar. E ku morë dikon dhe më da për shtypje shumë madha, vishe, shumë interesant. E futet i elementin krijues me njëherë. Sa do i vogël që t'jesh, Po. lufto për të drejtën tënde. Pavarësisht sa i madh është kjo. Perëndia na ka kriju të gjithëve. Po bën përpjekje edhe ky me siguru. Bën përpjekje. Atë kështu e kam. Del në i varg tash për kësaj fotografie. Me siguri. Po, në tardhën. E bukur kjo fotografi shumë. Problem ka në përshtypje, edhe pse unë se kom bon, fotografi e huazuar, po vërtet nda përshtypje të madhe. Shumë e bukur. Që sa do i vogël t'jesh, lufto për drejtën tonë, se takon. Mos u dorëzot, edhe s'po dorëzot, edhe po shihet. Edhe kjo vetë po shihet. Shumë e bukur. Ta mbajnë mend shikuesit se si s'duhet dorëzuar asnjëherë, kushdo që na ndjek. Kthehemi te fotografia tjetër. Muharremin, jo një. Po, bile kam kolegë në shkollë. Unë vetëm se edhe pse kam mik shtëpie. A keni mik shtëpie? Mik shtëpie, e kam edhe mik mirë. Edhe shok mirë, edhe të letër. E çmoj shumë si njëri, korrekt, i respektueshëm, i ndershëm, e çmoj shumë. Pajtohem komplet, se takohem edhe kemi edhe kryetar të klubit. Po. Takohem shpesh, pim kafe, këtu në Frejzaj kem qenë, një në takim. Si e ka atë qetësinë e komunikimit, atë oratorinë, ka një lloj thjeshtësie? Mu më pëlqen se është njëri fjalës. Po, fiks. Dua të them është njëri. Kaq. Kur je njëri, je në rregull. Vërtet. Pajtohem me profesorin Muharrem se baza ditore e kaloj një pjesë tjetës në shkollë me të dhe unë e çmoj shumë. Që ka virtyte njerëzore shumë. Ecim tutje, fotografia tjetër pas profesorit. Këtu. Kurse një Skënderbeun nuk e nje as më dhe. Vjetë, kur kënë në apatar, vjetë pa vjetë. Po. E pata fotografu, e ta zera ndryshme, po dim. Kjo është hero komentar. S'ka vend për spekulima, diskutime tjera. Nuk guxojmë me etiketu në forma ndryshme. Ta një Evropa. Llogarit të çdo në qytetet të botës është një Skënderbe. Natyrisht. E tash unë më bukur mirë kam shkruat. Kurse një Skënderbeun nuk e nje as me mëdheun. Një mesazh që bukur larg shkon për ata që e kuptojnë. Figurat kombëtare janë figurat kombëtare. Na nuk guxojmë, duhet mi çmu, duhet mi respektu. Se përmes tij ndoshta një bota. Natyrisht, pajtohem me ju. Kalojmë te fotografia tjetër. Tre vllaznit. Tre vëllezër. Po, kjo është mërgjimtari, Osmani, kjo është invalid i luftës, edhe unë këtu.
Pere na kon ai djali jam i vogël ka figur. Na ka fotografu edhe na ka qitë një drejt. Cili ka qenë më autoritar, kush ka dëgju më shumë? Une. Si shvjeve kër i vogël. Ajo, a? Jo. Po, ja, mire kem kalu. Këta shëdor penzion, mire ka punt, edhe kë mire ka. Ate nuk është ma në ku, mirë. Po, bire ja kem shkru një varë këtë do, shkurtimisht. Nashta nuk bona i tepër. Ja, ato janë vargjet tuaja që janë pjesë e këti emisioni. Në vend të përshkrimi ti po ja thu vargjet. Nuk është publike. Po. Sepse ka... Nëse kam telefon. Ka shumë rëndësi. Kush është më i madhë këtu? Ky vlau. Ky në mes? Jo. Apo ky që ka qenë mërgim? Osmoni. Ky Gjodeti, ky invalidi lus. Po. 3 vëllezër prej një barku të rritur prej një djepi. Në epokën që u shkru historia ku ishin ata, aty ishte edhe Dardania. Të daluar në çdo etap, pa deshte bëjmë lokalist. Të daluar në çdo etap, pasuria mbeti e njëjtë. Kur ndam këto në ranë, është mirë me shiu tjetën pak o vlla, se i shpejt kjo e bukura jetë. Ai vargu me pasuri, e ke adresu të dikush që po shtohet pasuria shumë shpejt? E ka një mesazh. Po? E ka një mesazh. Se juve ju mbeti pasuria aq sa kishit? Na mbeti pasuria njëjtë. Plus migrimi nuk na nda. As në liri. A nuk di të më rreshtua, nuk e di. Po, çështo jem tash na jem mu s'ka punu baba as babgjyshi para lufte. Po. I parë jam unë që marrë për shtetit, edhe ky vllave Gjodeti midis, që është invalid i luftës. Po. Ky ka dy djemi ka në gërbet, edhe unë një, nëse kjo është komplet me familje. Ky që 45 vjetë. Tash benzije, por rinë edhe atje edhe ko. Më thënë, gjatë gjithë kohës me gyrbet, gjatë gjithë kohën tjenje në mërgjimtarit. Bire ka herë për nguci këtë lanë, aty në thire, çdo 2 ditë, mi thonë, a je e kona aty për nguci ka herë kështu. Po, asi po nëzhet ka pak. Që thëmë bolë që po thirën, se ka vllazën se s'folin ishtë në veti. Ja, s'kemi punë ma aso vllazën. Se ka bo shumë, ka bo shumë. Po, ka bo shumë për ju, po. Edhe pse na kemë punu. Po. Është interesante këta, kanë qenë të flakt që me sjellë sa ma shumë të ardhura për familjen. Me blet toke, me blet sene, me pasonik, me rejtë. E kanë pas si mision, vitet e 10-a, 90-a, mërgjimtarët mision kanë pas... Po ne, që na shqiptarët nuk kena pas shtetë. Po. Edhe na e kena majt njëri tjetrin, familja është ajo që e ka majt. Vërtet. E ka majt njëri tjetrin duke përkra, duke rujte. Pavarësisht ato anë negativa, po din. Po, shumë e vërtet. Kjo ka dalim. Kalojmë të fotografia tjetër? E kem kalon për Shqipja. Si kesh në Gjermani, nëse s'ka bëjnë Stuttgart. Edhe kë statuje gjallish. Skulptur, po. Skulptur, po në të formën e lypsarit. Kër i qitë që paret, ajo aktivizojke. Shife. Po. Aty në këtë enë këtu poshtë, po? Edhe rashun e për skajt, shpo asi, tha djalli qërto, tha kjo është skulptur e gjallë, art i lypjes. Po? I vjen art i lypjes. Pik. Skulptur e gjallë. Dhe qka u aktivizoj ka Edhe une, thash asi, nuk mushi me dalu këtë figurë. As li vit nga skurqo. Ku ja qita në do pare, do centa, ja qita më qëllun, ja nizi për unë sharët. Edhe më la për shtypje. Shumë interesant, qëfar instalacioni bukur, po. Se, njëri u përshanë që dhe në Evropë, me këshu me mësu dhe dishka tjetër, apo tim, që këtë fotografi si më taku. Qëfar dalimi ka lypja, arti lypjes me Evropë e vendin tonë, apo tim. Kësë spegoj ke kërkon, një qosha aty, i qitë që pak pare, edhe o livizke. Shumë interesant.
e më boni përshtypje. Interesante, po. Edhe ku me ditë mandej këto para për çfarë shfrytëzohen? Me siguri është diçka tjetër. Nuk e di, ai merr për veti kjo është ka bën, nuk e di. Po që ashtu statuj e gjallë. Po. As livret ka askur gjë. Kur fal lëvizjes bëj. Shumë interesant. Kalojmë pas kësaj fotografie të bukur tek një tjetër, një histori tjetër. E kjo është familja jonë, që në mesat e. Kem pas ai vllavi madh, i ka feju martu dy vajza me shqiptare, në Zvicër. Po. Edhe kanë bo, edhe organizimin e kanë bo këta djemë të ri, jo na. Do më thonë, ju keni qenë të ftuar. Këta e kanë bërë këtë formë, ka qenë shumë madhështuar, edhe ai djali bërë shumë bukur këtë. A ky vogli krejt? Po, ky vogli. Shife. Se na zdi me këtu i qaqase, po këtë organizim e kanë bo, kështë që është sejdia. Sepse po ruhen traditat, ha? Të na ndëruan, që në Zvicër për shembull, kjo asi, edhe pse këtu na si kem pas tonë ata di, po i ka marrë dikun, është me paget, pos edhe veç kur e kem pa. Unë mes atë. Po, do më thonë dasma... Edhe pse një fotografi tjetër e kam me ples, po nuk mujta me zgjetë. Interesant, dasma shqiptare në Zvicër, ha? Jo, këtu bo. Kjo mbajt këtu? Kjo mbajt këtu. Mendova mos keni shku atje, jo, po këta i vonë Zvicër, sa dhe dy qikat e lavë që jenë martu. Me tradita, të rritura në Zvicër, por me tradita shqiptare. Martu me shqiptare. Keni punu në këtë drejtim që me rujt këtë? Po se këta vinë shpesh edhe dojnë vendin. Pa. Vinë shpesh. Edhe pse ka bont, ka arrit mirë kë atje, po e dojnë vendin. Bile që këj vullneti që aty të janë djarit, a i sa vjen mu më thirë, ndarim për një kafe, ndarim për zëren, aty... Mirë shumë, e mbani një lidhje. Shmën shumë, shmën. Shumë e bukër është kjo, kur ruhet ajo shtylla e familjes. Po, ruhet që ata, ajo është dhe një farloj tradita, po din, e kanë pa dikon, se nuk shkën bashkë ato. Për cilet ajo. Se na... Fëmijët janë kopje prindërve? Që për shumë unë a i tjetëri, shpesh e përdojë, ne jem pasqyre familjes. Vërtet. Edukata na duhet shumë. Edukata, disiplina na duhet shumë. Na jem pasqyre që e reklamojmë ose e qesim në rrugë. Qëfar e jeti është edhe familje. Shumë e vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër? Këto vargje të bukura, 101 poezi, 101 ngjyra jete, vargje që burojnë nga shpirti, urtësi dushkaje. Këto është thesarim. Për pas se familje, sa vëden, kjo është pasuria ime. Do shta, unë e kam një ase, ma para i kam qëto 3 libra se 3 palate, për mu fjalla. Do shta mund e me konë edhe gabim. Vërtet. Urtësi dushkaja është ajo që ka ndalë, që kam dëgju shumë, pej odës aty ku familjes time, burat ndryshme kanë ardhë, edhe kom një fjallë të urta, edhe si fëmijë ku majtë men. Edhe i kem bledh. Edhe i kom bledh, apo nuk kem të mijat, i kom bledh, urtësi dushkaja. I ke sqaru pastaj apo vetëm ashtu si thënje? Jo, i kam sqaru, po konsultim edhe me profesorat, redaktorat e recensionin e adhe se ti vetëm nuk më nëshme edhe. Natyrisht, po. Edhe e kanë dikon një 900 ose 1000 afer fjallë të urta. Që janë vetëm për rajonin e Dushkajt, që janë interpretu në për oda. Nështë është edhe në jo, po e ka autorin. Po. Ati po pak janë. Po kërësisht e kanë një mesazh. Çdo fjalë e urtë ka një mesazh fort. E këtu të 101 ngjyra jete. Po tash kjo është libra. Po. Shumë e bukur është edhe si titull. Vërtet, pajtohem. Se jeta nuk është çdo libër e ka një shpirt. Lexuesi është ai që jep jetë. E vërtet. Unë thash nga poezia, nga historia në poezi. Dush me ditë historinë, tuk e përmbjet dashurinë, për vendin, bukën, të mirën, krejt. Për dëshmorët, atë tjetën, kryesisht vargje që burojnë nga shpirti, vetë fjara vargje që burojnë nga shpirti, janë të shkrume ata që ka ndjenë. Edhe kam shkru ma shumë për dëshmorët, ajo për libri tjetër.
Uroj këtyre 3 librave t'ju shtohen edhe plot libra të tjerë, që nuk do të se ndalen. ju jeni aktiv edhe penat e Dushkajës janë dëshmuar me kulturën e librit. Edhe pse jemi të pak, nuk ka lidhje. Edhe ty e majt me jo me lep, se s'kem përkraj për kërkuj. Po pikrish kjo As është. komuna, as kërkush në përkraj. Ne shkujem në për orë letrare, në për shkolla. S'kem në interes materiale, e kupton. Shpërndajmë libra, që qëto libra, për shembull, duhet buqeti familjar, ose më të ndihmu dikush, ose diçka, se s'ndihmon kërkush. E na i shpërndajmë librat pa para. Veç me lexu. Se nuk është, sikur me prek librin fizikisht, sikur në internetin. Ajo, po. Të e Kalojmë... më thesarim. Po, shumë e bukur tha, më shumë se 3 objekte, ishte fjali shumë kuptim plot, ajo që e thoni. Ta ka marrë certifikat, Po, aty që morin pjesë manifestimin festivale këtu. po, Jo, nuk është vetëm kjo, ka shumë, apo tim, për këta e përzjedhe, se mu kështu në migjerit një poezi, e pa të përzjedhe, edhe pse shmim nuk o marrë, më rëndësi që kam jetë që të... si e përshkruve Migjenin? Atë poetin e varfër që e njohim, atë poetin që trajtoj tematika shumë të forta. Sigurisht. Po. Njeri i madh, që s'des kur. Edhe e ka kuptu mirë botën shqiptare në atë kohë. Fiks. Çfarë frije, çfarë njerimi, çfarë. Mënyrën se si arriti me i prek disa gjana në krimtarinë e tij, Migjeni është nuk është veç poet i mjerimit, është poet edhe i shumë gjanave tjera. Tanë të maj, fishta e Migjeni, Naimi, Vëzit Frashi e këta. Unë mendoj se rinindasit janë ata që kanë shpetu këtë kom për pa ushu. Gjitha ngjarjet historike kanë ndodhur në kohën e rilindasve. Kjo është e pa kontestueshme. Këta janë që e kanë shpetu. Edhe këta janë që unë shpesh e them, edhe shumë tema me tematikë shqiptare i kanë spostu diku tjetër, vetëm që të mos flitet keq për shqiptarët, domethënë. Kjo është ajo mjeshtria artistike e rilindasve. Kalojmë te fotografia tjetër. Të 4 breza. Po. Nona, edhe motra, tash më thonë qika. 4 breza. Do më thonë vajza e vajzës, po, kjo motra, po. Atër ajo mbesa, ajo tjetra s'të mbesa. 4 breza, po. 4 breza. Në shtëpin e tje, në fshat. Këtë fotografi ma ka dërgu kjo mbesa, edhe kjo shkojnë Gjermani. Thash keq në le. Kjo i ka 4.000 krejt shkollum, doktora, krejt në Gjermani. Kjo motra. Është e med vetëm me vorën. S'po më vynë kur gjo, kjo pasuri s'ka kushta ma që derën. Shkon ka herë, po është edhe më që me na ikë. Se të pakten, qash s'ka qenë të edukum, si kur fshërë kësaj shoqërie apo këti shteti po si kishin. Kjo është edhe më shumë. Veli kur kesh në dhëtor po ndokët, thash, sa keq më duk Prishtina. Panipa dhe mbesa, të gjithi gëllabroj gërbeti edhe me emra, me tituj. Me emra dhe me tituj. Jo një doktor shefi një repartja atje. Kjo është analiza dhe kjo me krejt me fakulteta. Kjo është kur neve nuk po na ofrohet ajo triut, nuk po i ofrohet ajo mundësia sa duhet, edhe ai nuk po ka kohë me prit. S'patën mundësi këtu është, a Gjermani ofroj, ku mi morë këta? Po pikrish këtë e them. Mjerisht edhe plot nxënësa në shkollën ku punoj unë, me përfundimin e shkollës mesme ata mision e kanë në Gjermani, në tregu i Gjermanisë po ju kërkon edhe nuk ka kush që i ndalon. Ta duhet mi ndalu këtu, po kjo është, po pikrish këtu është. Ai ka na vynë këtu me majtë. Këtu është esenca. Edhe ata pastaj po shikojnë momentet më të përshtatshme. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu është datinja. Një familje e shëndosh. Familje eme. Ate, vlave, djali, vlave të këta krejt. Datë lindjen time. Në vjetorin jubilar, në 50 vjetorin.
Jena edhe din ma kanë bo surprizin bashku. U knaqem. Ai një pashi si është në Gjermani. Edhe kur mblidhet familja, kur vinë edhe gyrbeqarët, në mënyrë të natyrshme bëhet një atmosferë më mirë në familje. Që na duhet më konë mas social me njëri tjetrin. Natyrisht. A ke pa kafsht, për shembull, ka nevojë me jetojnë pranë njëri tjetrit. Edhe njerëz duhet me jetu pranë njëri tjetrit. Shumë e vërtet, kjo që thoni. Shumë e vërtet. Shëndet për gjithë këta këtu e shëndet edhe për ju. Faleminderit. Kalojmë te fotografia tjetër. Qika dhe djari, ma të rikën. Këta qenkën. Sa të mirë qenkën si dy plumba. Po. Çka bëjnë këta? Punojnë, studiojnë? Ajo është feju, është martu, kryeri është. 3 fëmijë kam. Po. Ai djari madh me 2 grunë ka shkuar në Gjermani. Po. Vetëm që këm kam jetë, A e do ky mërgimin apo ka dëshirë? Mujsha menal. Po, këtu doja të i ka jo grupa, atin ata të vetët. Pikrisht, sepse kur i ka të gjithë, e ndjek turmën, edhe ne shqiptarët jemi mësuar ta ndjekim turmën. Mujsha menal. Jo, janë të lidhën shumë tasi në vete. Po të gazojsh, ade fëmija vllaut e këta janë shumë të lidhën me zveti. Kjo ka shumë rëndësi. Ka herë çudite, ma vërin. Kur ruhet trungu familjar, historia, institucioni i familjes. Çuditem, bile ka një grup, adin, vetëm familjar, që hinë Snapchat, po, që diskutojnë. Unë përpos Facebookit, më kanë shti edhe mu, por nuk e asi. Si e shumë aktiv. E këta komunikojnë në veti, edhe pse në shpërndam në përbot. Kjo është një dëshmi e dashurisë mes tyre. Edhe ndoshta një dëshmi e punës suaj si 3 vëllezër që jeni përpjek me mbajt këtë dashuri të fëmijët. Po këta duhen ma shumë se na në mes veti. Është shumë e bukur, bravo këtu. Kjo më pëlqen më shumë, po më pëlqen më shumë. Shumë e bukur. Ecim tutje? E djarin kur e kom feju. Nusja. 23. Po. Ke qenë? Apo je bab autoritar? Apo bashkëpunëtori mirë me fëmijët? Jo, këto kom përsasi, këto kom edhe shok mirë. Apo dhe. Shumë, bile ka herë dhe zajbatëm në veti aty kështu. Po. S'kem dhe një rezervë. Më toleron, edhe toleroj, po edhe më përkra. Edhe pse unë për shembull nuk kam nevojë, se ne kam punën, Po, natyrisht, po. Po, mirë. Mirë që rritën fëmijët edhe natyrisht është një farë kënaqësie. Unë thash u kënaqesha se edhe gruaja i punon edhe vetë punon, ajo është motër atje, motër misionare, edhe ky punon në fabrikë tash. Shumë mirë. U kënaqa po e ndhet të huaj. I baba në Kosovë që shtu. Edhe me dek nesër, okej. Pajtohem. Se o rrezik mu asimilu, mos harro se jena të kur si kom. Jena të kur, lindjet kanë ra, 1-2, vendet jenë shpraz, është merë. Shumë e vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër pas kësaj fotografie të bukur. Kjo është pasuria ime. Po të vazhë kërë një. Ta kenë jetën e gjatë. Faleminderit. Kujtimet bukura ka njeriu kur i ka të vegjël, i ka përdore i shetit, më pak hallë, më pak brenga. Po, e vërtet. Se kur po rritën pastaj, dinamika jetës po i fshin përpara. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim fotografin tjetër. E këto me grunë, bashkëshortën. Po. Ishim një Prishtinë dikun atje, nulëm një vizitë. Kalum një ditë mirë. Çfarë ju ka lidhur juve dy bashk? Si ka qenë jeta juaj e ndërtuar në raport bashkëshortor? Kush kë keni kuptuar më shumë? Mirë, po, shqo, gruaja është shtylla. Shtylla e familjes, po shtylla dhe shoqërisë. Vërtet. Shtyllë, pa shtyllë kryesore. Bukur. Shëndet e mbarsi, kalojmë te fotografia tjetër. Faleminderit shumë. Shohim nëse kemi ndonjë fotografi tjetër apo jo. Përfunduam kështu të ciklin e fotografive. Unë e di që ti ke edhe një mesazh të bukur që do ta përcjellësh. Nëse para ti mesazhet ta lexoj një poezi. Patjetër.
Po do më lexo vllai Ati tim vllaut mërgjimtar. mërgjimtar dhe po japi mesazh Patjetër. shqiptarëve. Vllai tim mërgjimtar. Vllai im i dashur vlla, sot arrit moshën e pleqërisë. Vjet e kam po. Po. Edhe mundem shkum në përshqipni e shëtita pa. Vllai im i dashur vlla, sot arrit moshën e pleqërisë, ende pa i mbushur 18 te glabroj gërbeti i ertë. Pushimet tuaja në vendlindje gëzimi ynë më i bukur. Luanim dhe bisedonim gjerën e orët e vona. Me pranin tonde buzqesht e pragu dhe qatia. Shtepisi kthehej lumturia. Edhe pse gërbeti të ndau dashuria asnjëherë. Vllai im dashur vlla, ta bani shtepis. Ike në rinin në gërbetu plake, nena diq me mallin tënd. Sot le të rjedhin këta lot të flas pak ma shumë edhe në liri i migrimi së ndalkuar. Po, e vetëm e tham edhe përmes fotografive këtë. Edhe e kam një mesazh apo një porosi për të gjithë shqiptarët ku do janë. Cila është ajo porosi? Vetëm duke ngritur njëri tjetrin dhe duke respektuar e lartësojmë kombin. Mua s'më mbetet gjë tjetër pas kësaj fraze kaq të bukure, kaq domethënëse, veç se të falenderoj, të uroj shëndet edhe të na sjellësh sa më shumë poezi të bukura kështu sikur këto të sotmet që i diskutuam. Edhe të kemi edhe kujtime tjera për gjatë jetës. Faleminderit. Mesia ishte edhe imja, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit, ndahemi këtu bashkë, kishim për këta minuta zotin Ismet Delia, i cili u përpoq përmes fotografive të risjellë në vëmendjen e shikuesve disa fragmente të rëndësishme të jetës së tij. Juve miq të dashur, ju falenderoj për vëmendje, vazhdoni të jeni me ne, të na shoqëroni dhe të na propozoni edhe emra të tjerë, siç rëndom dini të bëni në rrjetet tona sociale. Faleminderit dhe miru takofshim të martën e radhës.